Një mashkull i cili ka vlera të ulta të testosteronit, sigurisht që do përjetoj lodhje, do përjetoj mungesë fokusimi, do përjetoj agjitim ndonjëherë. Meshkujt sot janë më pak të lumtur, më pak të shëndetshëm, më pak energjik se çka qenë më përpara. Dhe nga studime të ndryshme është vërejtur që testosteroni këto dekadat e fundit ka rënë me 33% në rang global. Dhe kjo i atribuohet shumë stilit jetesës. Po të bëjmë një krahasim me atë çka qenë para 50 vjetësh me atë çka jemi ne sot. Meshkujt para 50 vjetësh duhet të siguronin jetesën e tyre duke punuar jashtë, në ambient pastër, në ambient me dritë, bënin punë fizike të rënda e vinin trupin e tyre në punë. Mirë po, duke ushtruar trupin tënd, duke ndërtuar trupin tënd nga ana muskulare, ti rrit testosteronin. Duke dalë në diell më shumë, thithin vitaminën D, dhe vitamina D është një prohormon, nuk është thjesht një vitaminë, e cila ndihmon në sintezën e testosteronit. Po ashtu, të qenurit në ambient më të pastër, të qenurit në ambient më social, të ushqyerit shëndetshëm, çon në mbajtjen e vlerave të testosteronit në nivele adekuate dhe e gjithë kjo përkthehet në një mirëqenie për shëndetin e mashkullit. Testosteronit mund ta konsiderojmë si hormoni i jetëgjatësisë për meshkujt, jo thjesht një hormon potence dhe seksualiteti.